Në prag të 3 marsit, ditës së çlirimit të Bullgarisë, ambasada e këtij vendi në Tiranë zhvilloi një ceremoni me pjesëmarrjen e diplomatëve, politikanëve dhe akademikëve. Para 139 viteve, pra në vitin 1878, Bullgaria shënoi fundin e një lufte tragjikisht, mbetën të vrarë 15.000 persona. Ambasadori i Bullgarisë në Tiranë, Dimitar Arnaudov, tha se është amanet i paraardhësve për të qenë të denjtë dhe guximtar në përpjekjet e këtij vendi. As part of this latitude, not only Bulgaria but Albania as well, si pjesë e këtij rajoni gjeografik, jo vetëm Bullgaria, por edhe Shqipëria dhe të gjitha vendet e Ballkanit së bashku mund të japin ndihmën e tyre për arritjen e paqes dhe pajtimit të qëndrueshëm, pa të cilin perspektiva europiane e kësaj pjese të botës duket e zbehtë në sfondin e tensionit në rritje. Kontributi ynë në këtë moment është me rëndësi të madhe për brezat e ardhshëm. Por ambasadorin, Bullgaria dhe Shqipëria kanë zgjedhur demokracinë si një proces të pandërprer që sjell zhvillimin e vendeve.